Edhe një herë të nderuar, lidhur me certifikimin e rezultatit, fillimisht kene zëvendësimin e kandidatëve që kanë hequr dorë nga certifikimi si kandidat të zgjedhur, pak ndryshim nga agjenda fillestare që është shkruar, si dhe certifikimi i rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e mbajtura me 9 shkurt 2025. A ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, po Alban? Po kryetar, po mendoj që pika që ka të bëjë me zavendësimin është pikë që nuk na përket neve fare, sepse ne nuk bëjmë zavendësimin në këtë fazë kur s'kemi mandat deputetit. Dhe mendoj që detyra jonë është me certifikuar rezultatet. Nëse ka kandidat që i dim që edhe nështë në momentet e fundit që kanë dhënë dorëheqje për një arsye ose tjetër, është mirë që ato të shkojmë si që kërkon procedura, kush është i radhës edhe ecë, na bojnë certifikimin. E tek më pas vjen, si me thonë, vjen në pa ose ka kuptim procedura zavendësimeve cilën e kemi bërë edhe në vazhdimsi, sepse na edhe nuk zavendësojmë në fundit na veç asambleista zavendësojmë, kurse rekomandojmë nëse folim proceduralisht. Kështu që më e rrugës do të ishte nëse sekretariati veç i ka rregullu, i ka në rezultatet përfundimtare, i ka vendos tash edhe të tjerët, ose në listën e atyre që kanë fituar mandat, i ka me automatizëm, i ka bot themi në aspektin teknik zavendësimit, të vazhdohet në këtë mënyrë. Edhe pse ata duhet me marrë, me të thënë drejtën, ata duhet me marrë mandatin për me mujtë mi zavendësu, se është dy çështje. Pikë së pari, kishte qenë praktike njëjtë, edhe në të kaluarën, që para certifikimit është bërë tërheqja kandidatit dhe është zavendësu, edhe pastaj është certifiku me të zavendësuarin. E dyta është se tërheqjen e kandidaturave për certifikim dhe të rezultatit, 3 kandidate kanë bërë para certifikimit dhe pas shpalljes. Ne kemi marrë vendim për shpallje të rezultatit, edhe tash zëvendësimi bëhet në atë shpallje edhe rrjedhjemisht certifikohet. Kjo ke logjika e zëvendësimit në këtë rast, edhe praktika e mahershme. Përndryshe, nëse mendoni që më ndryshu, është edhe një çështje që s'është më ndryshu, s'është në domenin tonë me e bë, po kur ke zavendësime e ke edhe pranimin e mandatit prej tjetrit. Tash, ku e dim na i radhës me hime që të logjikën, ku e dim na i radhës a merr ka nuk e merr ka mandatin bazu në të kaluarën qysh janë bë zavendësimet. I ke pas 2 dokumente, dorëheqjen edhe pranimin. Në këtë rasti nuk i ke këto, andaj unë mendoj që të fokusime ka të certifikimi, edhe të zavendësimi tyre me automatizëm aty, se ne nuk kemi drejt as me ja pranu dorëheqjen dikujt nëse ka bërë. A është fakti kryp, vetëm se zavendësohet me njëherë, dhe më shtohet dikush tjetër në listë dhe vazhdohet mandatet sipas. Okej. Jo, problemi është që duke i referu ligjeve në fuqi, janë disa kategori institucionale që do dojë paraprakisht me dhonë tërheqje për me mujtë mo certifiku për me marrë pozitën e deputetit Kuvendit të Kosovës. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë edhe me ekzekutivin, edhe me ekzekutivin lokal, edhe me ato qendror. Do thotë ligjet që nuk mund të certifikohen pa u deklaru paraprakisht për pozicionin të cilën ata dojnë ta mbajnë. Dhe në këtë rast kemi disa shkresat të cilat janë deklaru se cilin pozicion dëshirojnë ta mbajnë. Ne nuk mund të mos e respektojmë këtë dispozit ligjore, e cila është të drejtë ekskluzive e atyne të cilët kanë fitu, por që dojnë të mbajnë pozitat ose mos të mbajnë pozitat paraprake. Dhe kjo është ligjore. Ne nuk mund të certifikojmë dikën i cili hipotetikisht mund të humbë njërin apo tjetrin mandat. Kështu që ne do t'i pranojmë dorëheqjet e atyne të cilët në bazë ligjit kanë dhënë dorëheqje se pranojnë mandatin e deputetit, dhe rrjedhimisht ata të cilët vinë në radhë mund të certifikohen.
Fakti se certifikohet ai që vjen në radhë, nuk do të thotë që ai s'mund të jetë dorëheqja të pranojë ose mos ta pranojë mandatin. Por që janë dy kategori, ekzekutivit, qeverisë edhe qeverisë lokale, të cilët paraprakisht duhet të deklarohen për mandatet e tyre, në mënyrë që të mund të ecën tutje me certifikim. Në ligjin për zgjedhje, kemi rastin për zgjedhje lokale këtu, se të tretë janë që i shohën e që kanë ndonë dërheqje janë kryetar komunash. Edhe ligji për zgjedhjet lokale në 9.3 përcakton saktë. S'mundet me maj dyjat. E kemi rastin praktikën e kemi Isa Mustafa në 2010, i cili nuk është certifiku, ka dhënë dërheqje ma heret, sepse është tërku mës me pas dyjat. Shtu që nes na shën pesh ne zbatojmë ligjin tonë tjertë, merret se cili me vetë, po njerëzit që kanë dhënë dërheqjen, edhe që është me lisht përcaktu, me ligjin, po flasë për ligjin për veçeverisje lokale, se këtu për isha besh 3 dërheqje. Për isha 3 janë kryetar komunash. Kanë dhënë edhe 9 kryetarët e di ata të Prishtinës, por që s'lihen për drejt. Këton kanë dhënë dërheqje. 2 9 kryetarë, domthon Alban Zoga edhe Johana Lushaku, por këta që janë drejt për drejt edhe që zaventësohet që kanë dhënë dërheqje Imre Ahmet edhe Gaz Muhaxheri, janë të njëjtë në rastin 2010 Isa Mustafa. Domthon paraprakisht ka dhënë para certifikimit. Nuk mund të bëhet, domthon mandatin e merr me certifikim edhe u kry. Për tjerë, lëse cilët e marrin përgjegjësinë e vet. Po në këtë rast këta që kanë dhënë dërheqje, unë mendoj para certifikimit duhet të jepen zaventësohen edhe certifikohen kandidatët që shkanë ndodhë edhe herave tjera. Mirë, në rregull, se na po diskutojmë, kjo ka të bëjë domethënë me pasaktësinë e ligjit. Ne kemi pasaktësi, kemi pjesë ndryshme, edhe unë e kuptoj drejt, domethënë, një është ekzekutivi nivel qendror, një është pjesa lokale, domethënë kryetar, nën kryetar, domethënë propozitat politike dhe tjera, që në rast të zgjedhjes, certifikimit apo dërheqjes ka dhe pasojat ndryshme, nuk janë pasojat krejt njëjta. Unë mendoj se spaku të zavendësimi na nuk mund të bëjmë zavendësimin në të mënyrë spaku pa i kry procedurat. Ape pranon i ardhshmi, po e pranoj, unë po jap dërheqje, ky e pranon, meqense se ende s'kemi mandat deputetit. Mandati deputetit me certifikimin më rrihet sot, edhe jep dërheqje, ata kanë dhënë dërheqje përpara. Ju po thoni ka pas praktik përpara, praktikën nuk pe dim bazë çka vite kanë zbatuar. E dyta, pra mos e u hap kjo çështje, ne kemi edhe me anëtarët e qeverisë. Unë e lexova edhe njoftimin që e ka bë KQZ-ja për gjithë, edhe njoftimi është interesant, bazohet në në mënyrë selektive të ligjit për qeverinë, në 26, që s'ka të bëjë, domethënë. Në 26 ka të bëjë me kodin e mirësjelljes së anëtarëve të qeverisë. Por nuk është thirrë në nenet që në vërtet duhet të citohen. Edhe ato janë, domethënë, kreu i sot është, domethënë, i ligjit. Unë i kam këtu, po tash veç do të me nxjerr. Domethënë është, po, kapitulli 8, përfundimi mandatit edhe kufizimit e qeverisë në dërheqje, domethënë janë neni 28, janë neni 29 dhe neni 30, edhe 31 që i tregojnë edhe kur përfundon mandati, si përfundon mandati i qeverisë, i anëtarëve të qeverisë. Domethënë këtu thot, mandati i anëtarit të qeverisë përfundon nëse nuk e bën betimin, jep dërheqje, zgjidhet deputeti i kuvendit, përfundon mandati i rregullt i qeverisë. Me kaq, domethënë janë edhe pjesë tjera, por neve na interesojnë këto. Kurse te neni 30, thot domethënë, qeverinë e dërheqje është një koncept i ri, domethënë se kemi as në ligj kërkon, as në kushtetut, po e kanë nxjerrë këtu, tash e kanë bërë, kjo është ligj që e ka miratu kuvendi, unë s'kam çfarë me bë. Qeverinë e dërheqje konsiderohet situata në vijim pas shpërndarjes së kuvendit deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pas dhënies së dërheqjes, që nuk është rasti,
pas votimit suksesshëm të mocionit mos besimit ndaj saj, nuk është rasti. Dhe, mandej thot, do më thonë se antarët e qeverisë në cilën do situatë, japin dorëheqje, zgjidhen deputet kuvendit, ose përfundon mandati e rregullt, e vazhdojnë punën e tyre deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra ata duhet t'ja dorëzojnë mandatin dikujt. Po t'ishte ligji i përerë, absolut, thot, ti je zgjedh deputet, nuk mund certifikohesh nëse je në atë pozitë, krijohet një situatë absurde, do më thonë, jetë vakante krejt. Me qenë se ligji nuk e parashell edhe asnjë ligj, ajo është parimi ad absurdum. Nuk lejon norma absurde, pra këta nuk kanë dhënë dorëheqje, po janë zgjedhur deputet kuvendit edhe ka përfunduar mandati i rregullt të qeverisë edhe është shpërnda kuvendi. Janë të tri këto elemente, domethënë, që e detyrojnë këtë qeveri me e ushtru funksionin deri në momentin e zgjedhjes së qeverisë së re. Po llogarisim teorikisht ata sot japin dorëheqje, tërhiqen krejt sepse ka konflikt interesi, s'kan drejt me ushtru funksionin. Cila është situata me pasojat? Nuk ka përgjigje. Edhe norma që shkruhet edhe nuk ka përgjigje, krijon situata absurde, është norma absurde. Prandaj, po them, janë pozitat ndryshme, situatat ndryshme. Këtu te ne, ligjvënësi ka bo probleme, nuk mundesh me dorëzu diçka që se ke fitu, po na po themi zëvendësimi, zëvendësoni. Veç duhet më kry procedura, s'paku me i vetë ata që janë në radhë, a e pranoni mandatin a jo. Na po thoni, i zavendësojmë automatikisht. Po që to janë... Veç janë dy elemente, do më thonë, ai ka heqë dorë nga ky mandat që i ka fitue, na nuk po themi kur gjë, problem është zavendësimi pa kryrjen e procedurave, ju po mendoni se mund të bëhet zavendësimi edhe pa kryrjen e procedurave, ne e vazhdojmë dhe nuk ka ndonjë problem, domethënë, po nuk është në rregull. Falim.